nuk kanë mundësi të kenë fëmijë. Ndërka që qëndrojt e ka jo që propozojnë mjekët çdo herë, më mirë me parandalu se sa me shërum. Prap mendoj, sa do që ndoshta dikush mund të mendoj që edukimi i hershëm mund të nxjisë marrëdhënie seksuale parakoshme, prap mendoj që duhet flitet, duhet të bëhet dhe duhet të edukohen. Diskutimi është mbi të gjitha edukimi. Të diskutojnë dhe jo vetëm në shkolla, sepse gjithmonë gishtin e kemi drejt shkollave. Unë mendoj që edhe tek familje duhet të ndryshojë kjo. Aty është edhe baza, po baza është në familje. Definitivisht baza kryesore. Pavarësisht nëse është djalë apo vajzë, të flitet me dy gjinitë. Se këtu është problemi, se ndonjëherë ne vetëm vajzën e edukojmë, diskutojmë shumë me vajzën, por jo edhe me djalin. Unë mendoj që të dy e kam përgjegjësinë e njëjtë dhe duhet të edukohen. Filloi ky proces të mirë si shumë njerëzore dhe shumë i dashtun, e jo sikur një temë tabu edhe sikur është bë fundi i botës nëse vajza e pamartuar ose e fejuar ose vetëm një lidhje mbet shtatzon. Sepse te vajzat e reja është kjo problemi kësh. Nuk janë në një martesë, nuk janë në lidhje ose çfarë do të qoftë x arsyet personale. Pa planifikim. Pa planifikim këtë rast, se nuk po e gjeja fjalin, të ketë mbështetjen e familjes. Të mos mirët si diçka që pa tjetër duhet eliminohet si problem. E vërtet, në gjitha rastet më besoj që duhet diskutimi dhe për kraja edhe familjes, e shtetit dhe gjitha ta që janë. Edhe faktorët social ndikojnë të një shumë. Mua më vjen mirë që ne jemi bashkë në një mendje, me idenë që aborti duhet jetë ajo e fundit, zgjidhja e fundit fare, nëse jeta e nënës rrezikohet. Më vjen shumë mirë që bashkë me panelistët jemi në një mendje, edhe di që vajzat e reja mund të mendojnë që ndikohet e ardhmja atyre dhe shkollimi ose karriera, por që ka zgjidhja, ashtu siç ne diskutuam që ka mënyra për të adoptuar, ka çifte plot që nuk kanë fëmijë, ose shteti nëse ndërhyn edhe vjen në ndihmë vajzave single mothers quhen në anglisht, vajzave nënave të vetme në Shqip. Jam e sigur që numri abortit do bjeri në mënyrë drastike. E ka ngritur një çështje shumë të rëndësishme që është karriera. Se këtu është kohëve të fundit duke diskutuar dhe e shtyn në farë mënyrë prindërimi për shkak të karrierës. Dhe mendoj që nuk të ndalon një fëmijë të qenurit prind të ndalosh karrierën dhe jetën tënde të përdeshme. As shkollimi. Unë i kam 2 djemë dhe përkundrazi 12 dhe 11, 12 e gjysmë 11, të më thënë kanë qenë shumë afër dhe përkundrazi unë gjithkohës kam qenë në marrëdhënie pune, kam qenë në edukim, do thotë të nivelit të lartë dhe nuk më ka ndaluar fare. Andaj mos e ndaloni prindërimit të qenurit prind për shkak të karrierës. Pikërisht njëjti, 2 profesione i kam realizuar edhe kam vajzën 3 vjeçe, kështu që veç ka qenë motiv. E vërtet. Nuk ka qenë asnjëherë pengesë. Të mundërshëm. E vërtet, se kur jemi këtu në shtëpi, mas e kemi pasur një arsye tjetër. Këtë e dëshmoni edhe ju dhe shumë kolegët që kemi edhe këtu në Klan Kosova, por edhe në televizionet të tjera, po këtë ka dëshmuar së fundmi edhe një prej miseve vajzave më të bukura është Adrola Dushi, e cila ka treguar eksperiencën e saj që në moshë të re ka mbet shtatzëne, edhe ka qenë gati për të abortuar, por paprit mas mori një vendim tjetër, ajo sot e gëzon famën, e gëzon suksesin, dhe një djalë shumë të shëndetshëm. E ka epitetin po besoj më të bukur në botë që do dëshiron të ndoshta secila grua. E vërtetë, andaj unë besoj që edukoni fëmijët edhe gratë, vajzat, për kraje familjare është shumë e rëndësi, edukimi në shkollë dhe karriera gjithçka vjen edhe bashkë me, se besoj i gëzojnë bashkë me fëmijët e tyre. Po gjithsesi duhet me qenë prindrit, edhe baballarët, në këtë rast, të dy prindrit duhet me qenë të gatshëm edhe suportues, sepse vetëm njëra nuk mundet ti arritë të gjitha, unë jam e sigurt që nuk kishit pas mundësi as ju pra pas edhe krahë. Për krahja duhet shumë. Baza është komunikimi i mirë andaj sjell edhe gjëra të mira, kështu që fëmia është vetëm një gjë e bukur, kështu që pse mos ta. Po pra, dhe për krahja e bashkëshortit apo bashkëshortës kjo gjithsesi që është më rëndësishme. Prap mbetet numri i lartë i aborteve dhe më po shpresoj shumë linda që herën tjetër kur të flasim, veçanërisht tek vajzat e reja, të mos kemi aborte, të mos kemi ndoshta shtatzëni të padëshiruara ashtu siç është pra tek moshat më të hershme. Nëse edukimi në përshkolla, sepse unë e di që në shumë familje shqiptare edukimi seksual është tabu.
është brezi i prindërve, sidomos prindërve jo të rinj fare, ndoshta të rinj fare edhe kanë pasur edukimin nga prindrit e tyre, po brezi pak më i shtyrë në moshë e ka pas tabu, e ka pas shumë të vështirë. Unë kujtoj